Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila sot i dha të drejtë Erion Veliajt për të vijuar detyrën si kryetari i Bashkisë së Tiranës edhe pse nën masën e sigurisë arrest në burg, ka ardhur reagimi Florian Binajt, kandidatit të mbështetur nga opozita në garën për kryebashkiak në kryeqytet. Në reagimin e tij, Florian Binaj thekson se pavarësisht vendimit, nevoja për ndryshim në Tiranë mbetet e njëjtë dhe sa ai do të kandidojë kurdo që të mbahen zgjedhjet. Unë do të kandidoj për kryebashkiak të Tiranës kurdo që të mbahen zgjedhjet me të njëjtën bindje, përkushtim dhe energji për të shërbyer njerëzve me ndershmëri, përgjegjësi dhe transparencë, thekson ai. Aktori shtoi se kjo nuk është garë për pushtet, por për qytetin, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen e qytetarëve. Për mua dhe për qytetarët e Tiranës thelbi mbetet e njëjtë. Tirana ka nevojë për ndryshim. Unë do të kandidoj për kryebashkiak të Tiranës kurdo që të mbahen zgjedhjet me të njëjtën bindje, përkushtim dhe energji për të shërbyer njerëzve me ndershmëri, përgjegjësi dhe transparencë. Kjo nuk është garë për pushtet, por përpjekje për qytetin ton, për ta bërë atë shtëpinë që duam t'u lëm fëmijëve tan. Mbështetja, inkurajimi dhe besimi që më kanë dhënë mijëra qytetar këto ditë më kanë bindur se së bashku ne do t'ja dalim. Rrugtimi ynë vazhdon, ndryshimi që duan qytetarët e Tiranës nuk do ta ndalë asgjë, shkruan Binaj në reagimin e tij në rrjetet sociale. Kujtojmë se gjykata kushtetuese shqyrtoi sot kërkesën e Veliajt, i cili kundërshtoi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij, si dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve të reja në Tiranë. Pas një seance të gjatë që zgjati deri në rreth orës 17:30, trupa gjyqësore vendosi në favor të Veliajt, duke i njohur të drejtën për të vijuar mandatin si kryebashkiak. Vendimarrja e trupës gjykyese ka qenë me shumicë votash 5-3 në favor të rrëzimit të vendimit të qeverisë, e cila kishte miratuar shkarkimin e kryebashkiakut pas propozimit të bërë nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Praktikisht, edhe pse ndodhet në baraburgimin e Durrësit për shkak të hetimeve të SPAK, Veliaj rikthehet në detyrë si kryetari i Bashkisë Tiranë.